Në teatrin Skampa në Elbasan u zhvillua spektakli Miss Mama 2026, një event që këtë vit shënoi edicionin e 4 me pjesëmarrjen e 15 zonjave nga fusha dhe mosha të ndryshme. Në këtë aktivitet morën pjesë dhe konkurrente nga jashtë kufive të Shqipërisë, si nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Gjatë mbrëmjes zonjat parakaluan në skenë me veshje të ndryshme, të zgjedhura sipas dëshirës dhe profesionit të tyre në ndihmujt e muzikës, duke treguar një elegancë dhe finesë pavarësisht moshës. Ky edicion u zhvillua në prag të International Women's Day, duke sjellë në vëmendje bukurinë, forcën dhe rolin e gruas dhe nënës në shoqëri. Gjatë spektaklit, pjesëmarrësit dhanë dhe mesazhet e tyre përmes pyetjeve të moderatorit, duke theksuar se jeta mes profesionit dhe familjes, si dhe dhurimi i dashurisë, nuk njeh moshë. Aktiviteti u vlerësua nga një juri e përbërë nga personalitete të fushave të ndryshme. Në fund të mbrëmjes, juria shpalli fituesit e këtij edicioni, duke theksuar se të gjitha nënat janë simbol dashurie dhe përkushtimi, ndërsa rregullat e garës përcaktuan dhe çmimet e mbrëmjes. Për këtë aktivitet, televizioni Apollon dhe gazetari Ndriçim Gjoshi kanë përgatitur një speciale kushtuar spektaklit Miss Mama 2026 nga qyteti i bukur i Elbasanit.